Ky është krapi prej 21,5 kg i nxjerrë nga ujërat e grykderdhjes së Vjosës. Një kapje rrallë në lumin e egër të Europës që për peshkatarin 71 vjeçar Petrit Troka është ndër më të veçantat në mbi 40 vite punë. Me një grep dhe si karrem pak bukë misri, Petriti arriti të nxjerrte nga lumi një krap të përmasave të pazakonta, një specie që banorët e zonës e njohin edhe si pendkuq. Me çfarë zure Petrit? Me bukë misri. Me bukë misri, me grep, apo jo? Me grepa, grep. A bini shpesh raste të tilla kështu? Shumë rrallë. Shumë rrallë. Po, ky është më i madhi që kam nxjerr. Se 80 kg, 11 kg kam nxjerr rrallë. Bravo. Prej më shumë se 4 dekadash, ai e njeh çdo cep të Vjosës, por thotë se kapje të tilla janë të rralla. Për to ky është vetëm krapi i dytë me peshë mbi 20 kg që ka arritur të nxjerrë nga ujërat e këtij lumi. Krapi i parë për masave të tilla që Petriti ka kapur vite më parë peshonte 23 kg, ndërsa ky fundit 21 kg e gjysmë. Kapja e rrallë ka tërhequr vëmendjen e banorëve të zonës, ndërsa Petriti thotë se pas kaq shumë vitesh, Vjosa ende arrin ta surprizojë. Një tjetër dëshmi e pasurisë që mbart lumi Vjosa i konsideruar një prej ekosistemeve më të rëndësishme lumore në vend dhe në Europë.